Të nderuara familje të dëshmorëve, e martirëve të rënë, të dashur vëllezër e motra, i nderuar kryetari komunës, zotri Besim Ilazi, ju e pror e ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të respektuar përfaqësues të strukturave komunale dhe ju qytetar të pranishëm, mirë se keni ardhur. Jemi sot së bashku në nderim të 26 vjetorit të rënjes heroike të dëshmorit Hetem Hasaj. Një herësh komandant togu në brigadën 162 Agim Bajrami dhe njëkohësisht sot kujtojmë e nderojmë 26 vjetorin e betejës së 28 shkurtit të vitit 1999 në fshatin Gajle. Ata që flijuan për të qenë të lirë dhe Kosova të bëhet shtet, meritojnë respekt, nderim dhe kujtim të përhershëm. Ju ftoj që t'i nderojmë të rënët me 1 minutë heshtje. Lavdi. Të nderuar pjesëmarrës, ftojmë zotrin Besim Ilazin, kryetari i komunës, për një fjalë rasti. E nderuara familje e herojit Hetem Hasaj, të nderuara familje të dëshmorëve, veteran e invalid të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar përfaqësues shoqatare të luftës, i nderuari komandant e brigadës Zharku, Zavens komandant Kuraj, të nderuar qytetar, nxënës, ju prind dhe gjithë ju pranishëm sot këtu. Jemi sot këtu për të përkujtuar dhe nderuar veprën, sakrificën e dëshmorëve të kombit, e në veçanti dëshmorit të kombit Hetem Hasaj. Jemi këtu për të kujtuar edhe betejën e lavdishme të kësaj ane. Pas 10 kushtit të vitit 98, kjo do të ishte lufta e parë frontale ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që do të tregonin armikut se më ishte i paqdëshurueshëm këtë rënje. Ishte guximi dhe krenaria e këtyre djemve dhe vajzave, të cilët po i thonin lirisë këngën e përjetësisë.
Pra ishin këta djemë dhe vajzat të cilat falë sakrificë të tyre sot na bën krenar neve. Prandaj Hetem Hasaj iki në përjetësi, por mbi të gjitha ata frymëzoi qindra djemë e vajza për të vazhduar rrugën për liri. Pra sot kur kujtojmë dëshmorin Hetem Hasaj, kujtojmë shumë dëshmor e veteran të ushtrisë qendrore të Kosovës. Këtë themi se pikërisht këtë betejë kur herëkisht dëshmori Hetem Hasaj për kratyr ishin shumë luftëtarë të lirisë, të cilën po e ndanin të njëjtin fat, po ja që historia do të na ndryshojë, do të na ndajë. Ata do të ikin në përjetësi, kurse neve do të na mbetet obligim për të vazhduar rrugën deri në liri e këtij vendi. Prandaj krenaria dhe lavdia e dëshmorëve, e në veçanti Hetem Hasaj, i cili u bën frymëzim i kësaj one, do të jetë i përjetshëm gjithmonë sa të jetojmë edhe ne. Andaj kujtimi jo vetëm për Hetem Hasën, por edhe luftarët të lirisë të cilët sot jemi para nesh, është një guzim i madh, për shkak se pikërisht në këtë vend po i thuaj një herë për gjithmonë armikut se nuk do të lejoj asnjëherë të futen në përvatrat tona. Lavdi dëshmorëve të kombës, lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi dëshmorët e Hetem Hasaj, respekt luftëtarëve të lirisë. Ju falenderoj. Falenderojmë kryetarin e komunës për këtë fjalë. Dëshmorët janë të përjetshëm, e veteranët meritojnë respektin. Në emër të organizatës së veteranëve të luftës dhe për të përshkruar biografinë e dëshmorit, që i Hetem Hasaj dhe betejën asaj dite dhe për të shprehur mburrje me këtë histori që i dha fund sundimit Servoslav, ftojmë kolonel Zotri Xhabir Zharkun. E nderuara familje Hasaj, nderuar kryetari i komunës Zoti Ilazi, nderuar kryesues Zoti Morseli, zëvendës komandant Kurtaj, të gjithë ju të praneshëm familje të dëshmorëve dhe invalid të luftës dhe veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këtë data atësa në bojnë krenar, sigurisht që familjet miqt dhe njerëzit e afërm kanë edhe dhimbje. Por megjithatë, krenaria mund gjithçka. Ishën këta burra që ja kthim pushkën armikut dhe që na bën të krenohemi që jemi shqiptarë. Ishën këta burra ata që sotën lirin. Sot, 26 vite më vonë, ne e morëm si lehtësi. Vim këtu, shohim njëri tjetrin, kujtojmë ato ditë të lavdis, megjithatë jemi të lirë. Jemi të lirë falë gjakut të këtyne burrave dhe grave që u munduan shumë dhe u sakrifikuan me qindra vjetë për të ardhur kjo liri e shumë pritur. Lirin të cilën populli shqiptar e priti me 1000 vjetë dhe luftoi për te. Prandaj, ne nuk guxojmë dhe nuk duhet që të lejojmë që dikush të në përkëmb lirin tonë. Sikur për në përkëmbin sot luftëtarët dhe udhëhecit e ushtrisë lirimtare të Kosovës në përgjykata të instaluara, me dëshmitar të instaluar, me dëshmitar të cilët dalin dhe tregojnë prava. Por liria dhe dëshmorët nuk ishën prava. Ata ishën një realitet i madhë. Ata bën që ne të jemi të lirë. Derisa këta burra luftonin, dikush ende punonte për regjimin Jugoslav, për regjimin e Slobodan Miloševićit. Prandaj, unë edhe këtu, sot dhe gjithmonë, derisa të jetojmë, do t'ju bëjmë thirrje në emër të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që mos lejoni që t'ju përfaqësojnë ata që derisa Hetem Hasaj me trimat e ushtrisë lirimtare të Kosovës luftonin dhe i thonin armikut ndal, se këtu ka burra, disa hypnin veturat dhe shkonin punonin për regjimin e Miloševićit. Dhe sot në tregojnë broçkulla se edhe ata ishën shqiptarë. E na çka ishëm?
ne kushishëm. Prandaj, sot këtu, kanë vend ata të cilët e ndihmuan ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot këtu kanë vend ata që janë krenar me luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këtu nuk kanë vend ata që ofendojnë dhe e fynë atëherë dhe sot luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mos na shtiren sot disa lakej, sikur se s'ka ndodhur kur gjo. Ne i njohëm se ne ishëm këtu. Prandaj, mos lejoni që dikush t'ja u përdhos lirin. Liria është e shtrejt, sepse ajo është ujitur me gjakun e bijve tuaj. Prandaj, edhe njëherë, lavdi atyne burrave që patën guximin të rokin pushkën dhe t'i kthejnë armikut, respekt luftëtarëve të lirisë dhe për jetë kujtimi për ata burra e gra. Faleminderit. Falenderojmë Zotre Gjabir Zharkun për këtë fjallim. U këndojmë heronjeve, u këndojmë betejave historike, sot këndojmë e thurim vargje për dëshmorët e lirisë. Të nderuar të praneshëm, nxënësit e shkollës së fshatit Gajre kanë përgatitur një program të shkurtër për këtë manifestim. Kori i shkollës son interpreton këngën korale patriotike për MMD-n. I ftojmë në stin. Në kuadër të këtij programi, Samit Çallaku reciton poezinë Kujtimi për jetëshëm dhe Fikrie Shahini prezantohet me monologun Homazh Kosovë. Kujtim i përjetshëm. Kujtim i përjetshëm. Në tokën e shtrejt, në zjarën e flak, djemë të lirisë su trembën as pak. Me 28 shkort, me pjom e me gjak, e shkruan historin e fort sigurit tat. Hetem hasaj, tremi vërtet, ra për këtë dhe,
ra për këtë jetë, me arë në dorë, me zemër zjarë, nuk të trem syri ty as pak. Sot vesha me nder uniform në babit tem, si luftëtar me shpirtin tem, në gjak kam flamurin në zemër betimin, se kod nuk shuat kë kujtem. Lavdi dëshmorve, lavdi që s'fiken, emri i tyre për jetë do mbetet, lavdi. Kush? Ju tha se unë s'jam më. Po unë, vetëm sa vrapova orave të duvagjinit, që të mjedhun kuq drenice. Po unë, kalova dhe qanë, pranoft, laush, qires e prekas. E këtë ples e gjeta aty të varet e likoshonit. Hej, i kujtësh kë ples more? Thira, është ples Kosove, mu përgjeq zërit i Hamz Jasharit. Po qatë bëj me këtë ples, ore buri dhejut? I thash, mere me vete, e mbushe me farë, sepse fara hudhet në pranver. E ne, pranver pretëm, apo jo, a pretëm pranver? Mere me vete, e neso, dhe thuajmi Evropës që këtë kërkosësh mojzoj një rënd, ma ka 12 yje flamurit të në glu. Sepse tash, unë kam nga 12 varë në secin në shëpi. Ke mora pak dhejë, qkrumon nga kulmi i djegur i shtëpisa e Jasharajve. E unisa, më duk si kur mora me veti një copa dhej. Një copa dhej në këtë ples. E thash me vete, ku do të përshoj kë shpyrt i shkret, këtë dhej do të ma hudhe në fytyr, e unë do të prehim i qet. E unisa, kalova Gjeravic, e Quqavic. O asolla që t'ua përkujtoj, se për këtë dhe, po dej dhe gjatë. Se, atje tash më gjuajnë me topa. Se, atje gjoksin një avonvar Kosovës. Sa atje, trimat vdesin që të mos vdes Kosova. E ne i kemi lënë vetëm, shikon janë njerëz të mirë, nuk rushtu asolla Kosovën e mishamave të Bajram Curit, në plesu asolla Kosovën etnike të Naimit. Krej qka kota o asolla, edhe Albanin e vogër të azem Galicës, politinin e Bocës Is, Kaçanikun e Idris Seferit. Vetëm e vetëm, që qmollën e të, vetëm e vetëm, që t'ua përkujtaj, se vllazit tanë, motra tona, kryt e la për këtë dhej. Edhe nëse dikush ka vdek të i kënue, prindërit tanë di që me kongën goj, sepse ata kanë di të jetojnë, e të vdesin për këtë dhej. E jo,
si të doni, veç mos haroni, sa drejt jetën nuk keni, e ky dhe as nuk shitet, e as nuk falet, po ky dhe vetëm bekohet. Në vazhdim të programit, këngëtarët Nejazili Voreka dhe Qazem Reqa këndojnë këngën për Etem Hasan. I ftojmë në skinë. Shkurtini zetentet shkon kolona të përbjet, shkon kolona për qeliki, obrin gogo nga qalniki. Shkon kolona si gjokjo i zi, shotit gojre ja kanë si, shotit gojre në djeshori, dojmjano shqipe dhe mandin. Shekojlonin ziheter, shekojlonin
Zot mërtoje në kapshtet, Zot ka prite në tenis kep, o ati shkjet, o po mi përlen. Shohen sopat e qelikut, ushton gryka e kaçanikut, dhe kolona se përdrilet, vida tjetër ose përvillet, shtiret e njon nga një grup, e vinden tjetër o për banco. Qënë ku fomen e në qalnikut, qohet shkina e po vërtet, në qalniku o puna met, në shpatijet një betenit, e u e zumprela e temi. Shtërca e Brezovica, lumë për ty malet e sharit, shto lufton zëmë për shqiptarit, sa her shkurti që në vjen, je kujtimin a valën gjen, s'do t'harrohesh o sot o jeta. I kështum dhe strimi Ajo për trojet dhe të njohet. Programi toni bashkangjitet edhe një nxënëse e shkollës Nazmi Osmani, nga fshati i Lezaj, Leonesa Hasaj, e cila prezentohet me një esej, rëndësia historike e 28 shkurtit të vitit 1999. Eftorit. Rëndësia historike e 28 shkurtit 1999. Lufta e popullit shqiptar në Kosovë për liri e demokraci dhe për dije e dritë ka një histori të gjatë të lavdeshme, tragjike dhe heroike njëkohësisht. Ajo është pjesë e pandashme e historisë së popullit shqiptar për liri e bashkëm kombëtar, për zhvillim e përparem, për shtet ligjor të qytetarëve të lirë e të barabartë. Lufta e popullit shqiptar në Kosovë, organizuar nga ushtria çlirimtare e Kosovës, e udhëhequr nga shtabi i përgjithshëm, është krijesa më vendimtare e lëvizjes politike, atletare, ilegale në shekullin e 20. Kjo krijesë politike dhe ushtarake erdhi në kohën e duhur. Erdhi në kohën kur populli shqiptar u vu në mbrojtjen e identitetit kombëtar. Erdhi në kohën kur i vetmi mjet demokratik për të luftuar robërinë shekullore, dhunën dhe terrorin serb, kishte mbetur lufta çlirimtare. Në fazën kur ushtria çlirimtare e Kosovës kishte dalë tashmë publikisht edhe në rrethinën e Kaçanikut dhe pushtoheshin rradhat e saj, vazhdonte njëkohësisht edhe me zhvillimin e operacioneve ushtarake të kombinuara
që karakterizoheshin me sulme të rrëfeshme dhe me mbrojtjen e zonave të vogla e të lira, që ishin krijuar sidomos në fshatrat Bop, Gojre, Ivaj, Kotlin dhe Pusët e Nikës. Në pozicionet e fshatit Gojre ishte vendosur kompania e parë e batalionit të parë, e cila zhvillonte një rezistencë të madhe në komandën e zëvendëskomandantit të saj, Naser Hasaj, kulmi se cilës ishte beteja 28 shkurtit. Në vijën e parë të frontit të kësaj beteje, ishte pozicionuar togu i parë i udhëhequr nga Atem Hasaj, si dhe togu i dytë i udhëhequr nga Muharrem Baftio, të cilët zhvilluan një rezistencë të palëkundur për disa orë rresht dhe në një distancë shumë të vogël me armikun. Gjatë kësaj betejë, në stivet të batalionit të parë u erdhën në ndihmë edhe komanda e brigadës dhe policia ushtarake nga fshati Ivaj, si dhe një nesin nga fshati Bop i udhëhequr nga Fadel Çaka, tash dëshmor, i cili forcat serbi sulmoi prapa në vepasi. Rezistenca e palëkundur e togut të parë të udhëhequr nga Atem Hasaj i shkaktoi humbje të madhe armikut dhe njerëzve në teknikën luftarake. Në këtë betejë, mbeti i vrarë komandanti i policisë serbe në Kaçanek, i quajtur Boge, dhe 13 policë të tjerë, e disa ushtarë serb dhe kishte shumë të plagosur, si dhe shkatrime në teknikën luftarake të armikut. Kurse, nga ana e forcave të UÇK-s, në krye të detyrës ballë për ballë me armikun, bie heroikisht për të mos vdekur kurrë, dëshmori i kombit Atem Hasaj. Ndërsa, plagos të zëvendëskomandanti i kompanisë, Naser Hasaj, luftëtarët Bekim Vishi, Ekrem Ahmetaj, tash dëshmor, ndërsa nga civilët plagosët Fezullah Çallako, 75 vjeçar, dhe vritën nga snajperistët serb, Rustem Çallako, 65 vjeçar. Betejë e Gojrës tregon se brigada 162 Agim Bajrami kishte një komandë e cila komandonte nga vijat e frontit. Kjo betejë do të mbetet në historisë një ngjarje që në vetë përmban dignitet, krenari dhe sakrificë. Karakteristika këto që janë përsëritur brez pas breze ndër shekujt e popullit shqiptar, i cili gjithmonë do të jetë krenar në historinë e tij të lavdeshme. Lavdi për të gjithë dëshmorët UÇK-s në krye me komandantin legjendar Atem Jasharin, respekt për veteranët dhe invalidët dhe për lirinë që sot po e gëzojmë ne. Krenare me plot entuziazëm për të ndërruar dëshmorët e rënë, gjithmonë do të përkullemi e respektojmë veprën sublime të dëshmorëve. Por jemi të vetëdijshëm se asnjëherë nuk do të arrijmë atë se meritojnë ata. Në emër të familjes së dëshmorit, manifestimin e përshëndet Nafie Hasaj. Familjar të dëshmorëve, invalid dhe veteran të luftës, i nderuari kryetari komunës Zotri Besim Ilazi, struktura komunale, bashkëluftëtar dhe bashkëfshatar të pafitim. Sot, me zemër plot krenari dhe malë të pashuar, jemi mbledhur për të përkujtuar babain tem, një njeri që dha gjithçka për lirinë dhe dignitetin e atheu tonë. Edhe pse kanë kaluar 26 vite nga dita kur ai ra dëshmor, kujtimi i tij vetë i gjallë në zemrat tona. Sot, ndërsa kujtojmë jetën dhe heroizmin e tij, ndjejmë edhe një detyrë të madhe, të nderojmë veprën dhe idealet për të cilat ai luftoi, të mbajmë gjallë frymën e tij në çdo haptonim, duke punuar për një të ardhmen më të mirë me unitet, drejtësi dhe dashuri për njëri tjetrin. Babai jem nuk është më fizikisht mes nesh, por ai jeton në çdo kujtim, në çdo fjalë të mirë dhe në çdo vepër të drejtë. Sakrifica e tij na ka dhënë dritën e lirisë. Ne jemi këtu sot fal guximit dhe dashurisë së tij për këtë tokë. Usho në paqe, baba. Ne jemi krenar për ty dhe do të të kujtojmë të gjithmonë me respekt dhe dashuri të drejtë. Në emër të familjes Hasaj, ju falenderojmë për respektin dhe pjesëmarrjen tuaj vit pas viti. Lavdi dhe nderim dëshmorëve të kohës. E përshëndesim zonjën Nafie Hasaj.
Të nderuar dhe respektuar pjesëmarrës të këtij përvjetori përkujtimor. Tani do të filloj me vendosjen e luleve pranë lapidarit të dëshmorit Hetem Hasaj. Filloj me kryetarin e komunës, e më pas kurora lulesh vendosin edhe bashkëluftëtarët e familjarët si dhe kolektivi i shkollës së fshatit Gorë. Të nderuar të pranishëm, ndjehemi të respektuar që ishin pjesë e shënimit të këtij përvjetori. Ndërkaq, ju njoftojmë se pas përfundimit të këtij manifestimi do të bëhen homazhe në mënyrë të organizuar në varrezat e dëshmorëve. Në emër të Këshillit Organizativ ju falenderoj. Mirupafshim në përvjetorin Arsh. Jerim.